Kohët e fundit një numër gjithnjë e ndërlidhje turistësh të huaj kanë filluar të ndajnë përvojat e tyre të shijimit të luleve në Kinë në platformat e mediave sociale. Nga borxhuret në loja, lulet e qeverisë në Wuhan e deri tek tulipanët në Hangzhou, dedet e luleve në mbar Kinën po tërheqin vazhdimisht turistët të huaj. Por ajo që I tërheq ata mund të mos jenë vetëm lulet. Shumë blogerë të huaj kanë përmendur në videos e tyre se si integrimi harmonik I njerëzve dhe natyrës në qytetet kineze u ka lënë një përshtypje të thellë, qofshin parqe, shëndigje buzë liçenit apo peizazhe urbane sezonale, të gjithë u japin atyre një atmosferë relaksi. Pas këtyre teteve të luleve qëndron përmirësimi I vazhdueshëm I mjedisit ekologjik të Kinës në vitet e fundit. Së fundmi Kina po promovon vazhdimisht mbrojtjen ekologjike dhe zhvillimin e gjelbër urban. Nga ndërtimi I parqeve urbane tek restaurimi I likatinave, menaxhimi I lumenjeve dhe liçeneve, si dhe numri në lidhje I hapësirave publike dhe sistemet e rrugëve të gjelbra, gjithnjë e më shumë qytete po integrojnë peizazhet ekologjike në jetën e përditshme, duke I bërë realitet pamjet e gjelbra nga çdo dritare, si pamjet piktoreske nga çdo rrugë. Në të njëjtën kohë, rajonet të ndryshme po eksplorojnë gjithashtu modele të reja të ekologjisë plus turizmit kulturor. Për shembull, qyteti Luoyang po kombinon kulturën e borxhureve me përvojat historike. Qyteti Hangzhou integron peizazhin ekologjik të liçenit perëndimor me një stil jetese të relaksuar urbane. Dhe qyteti Kunming shfrytëzon lulet e tij gjatë gjithë vitit, por të krijuar markën dalluese qyteti I pranverës. Por shumë turistë të huaj, ajo që shohin nuk janë vetëm peizazhet, por edhe një bashkëjetesë harmonike midis njeriut dhe natyrës në qytet. Sot turet e shikimit të luleve po bëhen një dritare ere, por turistët e huaj për të vëzhguar Kinën. Pas një deti lulesh qëndron jo vetëm jeta e gjallë e qytetit, por edhe koncepti I zhvillimit të gjelbër. Gjithnjë e më shumë turistë të huaj po fillojnë të zbulojnë se bukuria e Kinës nuk ka të bëjë vetëm me zhvillimin e shpejt, por edhe me bukurinë ekologjike të formuar nga bashkëjetesa harmonike e njeriut dhe natyrës.